Qysh ka çuditën tua për Drenicën Gjako. Unë jam në usa stretit, në të shtëpi nuk ka nuse tjera dhe do të më dash, po do të më dash si nonën tem se aja ç'a djalë ka rrit, unë ku mor djalën e sajna. Ai mua që më pëlqen, kom qef pitet, unë mazdite me orar, aja qëllon mazdite në shtëpi. Bën, edhe ma bjen bukën punë. Që unë për shembull vjerrin e kum pas, ra me shpirti pat, ajo dek, e kum pas shumë zor mi thon babi. Sa ata kum dash në ekstrem e kum dash, për mua ju ka një babi dytë. Jo me martu në Gjako. A për kajtë ke ardhë? Prej Drenicës. Sa problem, prej Drenicës Gjako, qysh ndodhe kjo më re? Prej Drenicës. Apo është Gjako barë të një smartohet me tane tjera? Jo, valla marrin. Apo që i pas të ke bë diçka se të buri tanë për më duket? E pas të ke bë për veti kështë? Po e kum bë. Që sheni një? Mirë. Jojnë e parë, me pasë. Që janë njoftu që shtot pas si lake. A, me familjarë? Po, me familjarë. Unë vete kum gjetë, po kum po të i lake të kështu. A, dhe mirësu se ki pas i lake? Po, a kanë qëllu po? Edhe ato tani erdh puna se u dashtë më dhe u martua. Që është nuse, më thënë Gjakovës më kanë prej Drenicës? Shumë mirë. Po, se që ka çuditën tua prej Drenicën Gjako, shumë mirë. Edhe ta janë shumë mirë. Po foli për familjet burrit tem, janë shumë mirë, të sjellë shumë. Edhe jam e kënaqur që kum ra në atë familje. A nisi më bëhet ti pak tamaqore? Jo, në faktikisht heq as burrin as vetë nuk jena tamaqar, heq absolut. Shumë ju kena dorën e shlirë, kështu. Sjena. Duket kjo ka jetë veç, ka jetë Gjako. Po ka, po na nuk jena heq. Dyqysh jena zemra huj. Po këtë për shtatë, bre? Po, jem për Skënderajt edhe normal, tash paka shumë jam mësu dhe për burit me konë në dorë shlirë. Po. Respekte për Skënderajin, si ju keni datë shumë për Kosovë. Faleminderit, Drenica është numër një. Qare, ardi me dur që të shma, tama që të shma Drenica. Si nga moj, që. Hajde bre para kamerës pak. Faleminderit shumë. A vëshe, stojnë Drenica, linë veç trima dhe trimresha. Po, valojnë, edhe të bukra, edhe trima, edhe të vym jam punëtor. Për këtë të bashortin tonë. Jo, bashortin po, a i besoj që thot që bile qëto është. Po, a mo Drenicës janë sinqerisht vynë, punëtor, mirë, jonë punëtor. Jeton në familjen e bashortit? Po, jetoj me vjerën, me vajzat, me burrin. Tash me të pyet me thonë, sa jeton vjerin, po më vjen se, hajde që si krejt, që po thonë. Po, a i normal, se unë jam në usa stretit, në të shtëpi nuk ka nuse tjera dhe do të me dash, po, do të me dash si nonën tem se aja ç'a djalë ka rrit, unë ku mor djalën e sajna. Tash me që i dorën zemër do të munis pak për nonës tone. Apo është si nonën mund shme doshta? Pa i nashti si nonën jo, po me respektu po. Sa ja qa djali ka rrit edhe unë ku mor djalën e sajna. Edhe në kun qef më dash nusja vlavit nonën teme. Qfar gruas qertë? Po më pëlqen? Po jo me sinqert. Si bojnë që thot se disa gra që ka Jo, do të mi bo. Po, sa me kemi disa gra që kur të martohen, dosha edhe i ndajnë me prind, përveç prindve, dosha edhe me vëllezër, nisin pak... Po ka është të plot, ka, po tash në varë pak për i burin, në varë tash pak edhe për familjes të nusës, ose për nusës, ka gjithçka. A është faj pak edhe i gravin është? Po është jo, është pak faj edhe i grave dhe i familjes të nusës, mund me konë se edhe familja nusës do pak me duku nusën, me dhonë pak fjallë mira, që me respektu familjen e burit. Qysh ka qef e me respektu familjen e vetë nusja e vllavit, do të me respektu dhe familjen e burrit. Është obligim? Është obligim. Respekt. Është respekt. Po, është respekt. Ti përderisa e donë që atë burrin tanë me konë për burrin tanë, do shme bo respektin edhe për familjen e burrit. Pse sot u bojë madhe shumë me vjella, hiq nuk kanë qef me jetu. Ja, ka qef. Shumë të në rastë po tajmë. Ka na i kush si s'ka, po ka dhe dikush tash. Nëse nusja respekton vjerën atëherë edhe vjera, pse mos me jetu me nusën. Perfekt. Ata që të kapën herë tjera? Në fakt, jo, sa aja është në punë edhe nuk përshtatu me orarë të punës nuk shiom. A buken e bën. Po, buken e bën, kur ta është e lirë në shpe, e bën buken. Qka të pregaditi qka matë për të zamër, që të pëlqen ty? Vallaj, mu që më pëlqen, kom qef pitet. Aja pite qatë shpesh, kur t'jam në punë, edhe aja është në punë shpe mazdite, se unë jam punë mazdite më orarë, aja qëllën mazdite në shpe. Bën, edhe ma bjen buken punë. Shpar bjare, Po, ma bën, edhe ma bjen buken punë. Që thirë? Mam. Po, si burri që thirë mama edhe ona. A duhet me thirë të aman gjdo nuse dhe me thënë prind, nanë, për shamull, dhe me thënë... Nuk është të obligushme gjithçysh me thirë ti nanë ose mam, mund është me thirë edhe nemen, se ka dikush nashti s'munët me thirë ato mam përveç nanën në vetë. Ka dikush që thirë nemen, po. Që unë për shamull vjerrin e kum pas, ra me shpirti pat, ajo dek, e kum pas shumë zërë mi thonë babi. Se mu babin ma kanë vrojnë luft,
Edhe kum pas shumë problemi thonë babi. Atëherë kum thirr beja. E kum thirr beja se kum pas dyqysh zër se sa vjet s'kum thirr babi, e tani më vike zër. E kum thirr beja. Pa jo dek, inshallah Zoti ka qenë xhenet, se ata kum dash në ekstrem e kum dash. Për mua ju ka një babi dytë. Vjerë. Sa mirë kur ka njerëz që Po, i vlerësojnë. edhe shumë e thamë atë publikisht është, e di që ku thamë kum pas bab dytë ata. Ta kujtoni çdo herë, sa Shumë, përvoni ta çdo kujtoni. çdo herë sa dënoj e kujtoj edhe kudo që shkoj unë flas për to për mirë, për vjerën, se kum pas një bab dytë. U kanë shumë i respekton për mua, ka dash shumë edhe kum dash. Ashtu. Dolni nusa më thonë, babi dytë me dash. Po për zotin. S'jam ka bëj rash para kamerës, po është çfarë thot. Thonë tash Jo. para kamerës, kështu që. Jo, jam tham sinqerisht edhe para kamerës se mund me po këto edhe shumë kush, thonë po rran, po jo. Për mua ka një babi dytë ai edhe kaq. Shtylla kryesore, kush është në familjen juaj? Shumë kryesore në familjen tonë se unë jam veç me burrë dhe me vjerë. Aty është si shtyllë e shtëpisë, njerë për momentin është vjera. Na aty i nas si musafir, se është shtylla e shtëpisë vjera. Ti po i trashëgon tash ata. Po, aja është ma modhi aty, tash vjerri nuk është e modhi aty, dërsa është aja gjallë aty, aja është shtylla e shtëpisë. Një intervistë që më la e shijova. Më la më dëshiru shumë. Po do në fund kretë grave një mesazh si një gruaje komunitare çaj kështu thoni. Po ju tham, nëse keni pak karakter, respekt, sjellni mirë me burrin, me vjerën, sjellni edhe bereqet në shtëpi. E të mira. Ajo është. Po dhe vjera mos sjell mirë me nusën, mos me tepru lidhje pa lidhje. Çështot, se ka gjithçka. Kështu që ju përshëndes. Ndërme ishte shumë kënaqësi. Do të Uroj më të mirat në jetë. Faleminderit, Faleminderit shumë. Shumë faleminderit.